Më së pari si qytetari i këtij vendi dhe deputeti i Vlorës, dënoj me forcë dhunën e ushtruar ndaj protestuesve në Zvërnec. Në një shtet ligjor nuk mund të ketë asnjë justifikim për sulme fizike, fyerje, kërcënime apo forma të tjera agresioni ndaj protestuesve paqësor. Në mendimin tim, dhuna e ushtruar ndaj protestuesve paqësor nuk është thjesht punë te i kalim kompetencash nga 2-3 policë privat, apo një deklarat e artuar gabim nga drejtuesit e policisë Vlorë, por është me thellë, është pasojë dhe përgjegjësie drejt për drejt e rëndë e keqeverisjes të sektit Rama, të cilën unë e kam konceptuar në një dekalog keqeverisje, po kuptohet do flas shkurtimisht se koha nuk premton. Rama është generatori i përfshirjes, i përplasjes sociale dhe i mungesës së transparencës. Cili ka krijuar në Shqipëri kushtet e mungesës së transparencës, të përplasjeve sociale dhe të mos informimit të qytetarëve? Ky është Edi Rama, kryetari i sektit në qeverisje. Reagimet e tij të sotme duken më shumë si përpjekje për të justifikuar veten sesa për të dhënë llogari apo për të bërë transparencë. Rama duhet t'u japi llogari qytetarëve shqiptar sepse ka gjeneruar ndryshimet ligjore në ligjin për zonat e mbrojtura që sollën edhe përplasje në Zvërnec. Duhet të përgjigjet për pasojat që këto ndryshime ligjore dhe ligje të tjera të qepura me porosi kanë sjellë në terren. Në përplasjen më 30 maj në Zvërnec nuk mund të fajsohen kurrësi banorët që mbrojnë pronën e tyre të trashëguar dhe kërkojnë të drejtën e tyre për vendimarrje mbi territorin. Nga ana tjetër, nuk mund të fajsohet as investitori, kushdo qoftë ai, pasi çdo subjekt ekonomik kërkon të ushtrojë aktivitetin e tij brenda kornizave që krijon shteti dhe kornizave të lishme që kanë nënshkruar. Padyshim nuk mund të fajsohen as shoqatat mjedisore, madje meritojnë të përkrahen, të cilat kërkojnë vetëm mbrojtjen e një pasurie publike që i përket të gjithëve, kërkojnë dhe më shumë transparencë në etapat në këto procese. Fajësia ka një adresë politike. Fajtori vetëm është sekti Rama në pushtet, që ka bërë që shteti të mungojë në transparencë dhe vendimarrje të qartë. Me valën e arrestimeve apo pushimeve nga puna në polici, që këto të dytat janë krejtësisht jashtë të pa arsyeshme, Rama nuk mund të fshihet si fshes truci kokën në rër. Përgjegjësia e rëndë dhe e plot bie mbi modelin e qeverisjes së Edi Ramës. Tani, për hir të situatës, unë thash, unë i kam rreshtuar në 10 pika si një dekalog keqeverisje, por jam i detyruar po si qytetar vlonjat dhe si deputet i Vlorës të denoncoj një erazi në këtë foltore të shenjtë qëndrimin e qarqeve politike dhe mediatike greke, sipas të cilave fshati shqiptar Zvërnec është i banuar nga minoritarët me komsi greke. Gjykoj se është diçka shumë e shëmtuar, përdorimi një ngjarje të veçantë si dhuna në Zvërnec për të mbështetur pretendime politike ose historike të pabazuara që nuk përputhen me realitetin demografik dhe juridik të zonës. Zvërneci është një nga fshatrat më të njohur të zonës së Vlorës, me një histori të dokumentuar shqiptare, edhe një minutë lutem, ndërshekuj. Ai njihet për manastirin e Shën Mëris, për traditat vendase, për kulturën dhe për lidhjen e pandërprer me zhvillimet historike të krajinës së Labërisë dhe të Vlorës. Regjistrimet historike, dokumentet osmane, statistikat e periudhave të ndryshme dhe studimet akademike nuk kanë asgjë të përbashkët me klasifikimin e gabuar, të pa bazë dhe provokues të qarqeve të caktuara greke për Zvërnecin si një zonë minoritare. Po, dhe dua të them këtu, nuk do t'i them ato në pikat e tjera të dekalogut, do respektoj taulantin, Zvërneci të dashur bashkëqytetar është fshati patriotit të madh Tola Arapi, i cili ka lënë një libër testament që të bëhej Shqipëria. Patrioti Tola Arapi është i jati i poetit të shuar vlonjat Fatos Arapi, është i jati i Vllas Arapit, një hero antifashist dhe luftëtar i lëvizjeve për liri dhe demokraci, i cili është vrarë në 46 nga intrigat e sigurimit të asaj kohe. Zvërneci gjithashtu është vendlindja e shkencëtarit Nikola Konomi, dekani i Fakultetit Gjeologji Miniera. Unë kam pasur rast të kryej studimet në atë universitet, rektori i Universitetit të Tiranës, një personalitet i padiskutueshëm i shkencës së gjeologjisë shqiptare. Në rast se do më lejoni t'i lexoja edhe 9 pikat e dekalogut, këto i kam kundra Ramës, mirë. Në rast se s'lejoni, është puna juaj e rëndësishme, ja, dhe taulanti e bëri shenjën për drejtuesen, po do t'i përcjell në media. Faleminderit. Shumë faleminderit.